Mirë se vini në klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim, ju urojmë ditë shumë të këndshme përpara. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, mirëmëngjes. Bashkë me Altin, Po, mi ojta prit mos dilja shradhe. Kam radhën se jam këtu brenda. Një sekondë që jam këtu brenda thot. Miq dashur, është siç ju kemi premtuar, kemi Oltën kundra Jerit sot në një lojë sot mëngjes. Olta ka portokalle përpara, Jeri ka kastraveca. Siç vajzat deshën vet edhe për shtatshmëri me thonë. Po. Atëherë, shisa ç'do ndodhi. Kemi për të vënë në orë, kemi Altinin që do të jetë mjeshtri i orës, Altin ti do jesh Kronosi i kësaj loje. 120 sekonda të lutem Kronos, duhet kemi në atë orë. Patjetër. Tani, miq dashur, në 069 20 70 222 ju duhet të vini një bast shumë të shpejt për një kupon nga Atrativo në rrugën Mysrim Shyri 2500 lek. Ju duhet të zgjidhni ose duhet vini bast se sa kastraveca do të qëroj dhe haj Jeri në 120 sekonda dhe sa portokalle do të arrijë të qëroj dhe haj Olta në 120 sekonda. E vetmja gjë që them, inshallah nuk janë të thartë. Pra, përgjigjet tuaja mund të jenë të tilla, për shembull, Jeri 4, Olta 3. Ose Olta 4, Jeri 3. Secila për nesh ka nga 5 kastraveca unë dhe 5 portokalle Olta. Ne kemi menduar që ju nuk do të arrini deri tek 5, por nëse njëra ços ndodhe. Kemi kastraveca dhe portokalle rezerv. Mos keni merak. Atëherë, jeni gati? Goca jeni gati? Atëherë, çunat e goca e kuptuat? 069 20 70 222. Sa kastraveca do haj dhe qëroj Jeri në 120 sekonda dhe sa portokalle do haj dhe qëroj Olta ose qëroj dhe haj në 120 sekonda. Do më ndihmosh pak? Jo, kjo është lojë individuale. Le të shpresojmë që këto sfida të jenë goxha të mprehta. Keni parasysh se nuk është vetëm puna se kush i qëron më shpejt, por edhe kush i ha. Kuptohet. Dot më shpejt ndërkohë. Fillojmë? A jeni gati? Atëherë. Në 3 2 1 Nise. Shikoj që Jeri ka filluar. Olta beqëron portokallin e parë, miq dashur i ka prerë disa vija. Duket shumë e thartë. Edhe Jeri ai që ka shumë e vështirë. Jeri, opa, qëroi shpejt Jeri. Jeri ka prerë të parë që provon se çfarë është një qëruese patatesh për kastravecin. Jo, por që ka pak. Akoma nuk kemi asnjë të ngrënë. Olta e ka mbaruar qërimin e portokallit të parë, ndërkohë që Jeri akoma s'e ka qëruar një kastravec. Jeri Olta tani është çështja ta haj. Kujdes, opa, jo me vela, Olta se do bënon shumë. Ndërkohë që Jeri e ka më të kollaj për ta ngrënë kastravecin mbasi e qëron. Jeri futi kafshatën e parë. Ha më shpejt. Jeri po qëron dhe ha në të njëjtën kohë ndërkohë që Olta po ha pa qëruar. Kujdes Olta, okay, fillon qëron portokallën e dytë. Jepi Jeri. Miq dashur, ju mund vini bastet tuaja. Sa do të haj Jeri në 120 sekonda dhe sa do të haj Olta në 120 sekonda. Olta u them që të pëngone bluzja hiqe fare. Kujdes. Jeri ndërkohë nuk flet, do të gagojmë plot me portokall. Gjithashtu Olta mund na bësh shenjë me zë Olta. Që ja akoma aty, Mjafton që nuk e ka. Nga 3 nga 4 thela Olta po më gjove mua. Olta futë komplet siç e ke ato, futë. Wow, sa e vështirë që e ka. Sa është vështirë. Jepi Jeri. Jeri nuk po qëron mirë. Jo, s'ka gjë. Ajo është e lejuar që nëse do ta hajmë lëkurë, ta hajmë lëkurë. Jeri në një moment mund vendosësh të hash me gjithë lëkurë. Vërtet. Jo, kjo do ishte shkelje e lojës, por Okej, ndërkohë Olta akoma s'ka mbaruar një portokall, ka qëruar edhe 30 sekonda. Ua! Jeri, Jeri, mbaron një kastravec pakën Jeri. Jeri ka mbaruar një kastravec. Le të shikojmë nëse Olta po ha portokallin e parë akoma. Olta futa të gjithën se ta kaloj Jeri. Jepi, paktën po ta kesh brenda. Okej, bravo Olta. Quhet. Okej, jepi. Ka qëruar vetëm 2. Po ke ngrënë një gjysmë. Jeri ti ke ngrënë vetëm 1. Dal, mbani kastravezën, një sekond, okay. Jeri mos e fut. Jo, s'quhet tash, nuk mund të. Një sekond, sa ke për jashtë Olta? Olta ka një portokall krejtësisht mbaruar dhe ka ngrënë vetëm një thel nga portokalli i dytë. Kështu që 1.1 do ta quajmë. Ke fituar Olta, se unë nuk e kam kafshuar të gjitha akoma. Jeri ka qëruar 3 kastraveca, por ka ngrënë vetëm një kastravec. Në fakt, ta dy fundit Jeri do të hante direkt, po si doli koha. Wow. Jeri strategjia jote nuk rezultoi e suksesshme. Fiton Olta. Nuk e di nëse do të kemi do të shikojmë mesazhet pastaj se kush ka. Hami Olta. Jam pa fjalë. Okej.
Miq dashur, gjëja që urova ishte që portokallet mos ishin të tharta dhe faleminderit shumë që nuk ishin. Ai Meni bashkë me Teten, miq dashur, kënga quhet Un Gaspel pour Madame. E gjejmë tani në klubin e mëngjesit, do m'japësh çik portokall. Po vazhdoj po ha kastravecin tim. Faleminderit. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq dashur, është Club FM. Not anything else.